E pra të dashur miqtë mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë për të komentuar pak Edin, Limin, Albën edhe Dolçen. Do të thoni ju pse Tironi e komenton Edin dhe Limin, respekt për Edin, por dua të bëj një krahasim, dua të bëj një komentim të gjës të cilës ka ndodhur në Big Brother. Unë mendoj që Limi, pa marrë parasysh që shtiret, që e do Dolçen, që shtiret, që Dolçeja ja jep energjin, Dolçeja ja jep pozitivitetin, Dolçeja fal dashurin, unë mendoj që Limi ka një mision. Cili është misioni i Limit? Misioni i Limit është t'ia kmerret Edit edhe Albës, do të thoni ju pse. Gjatë një bisede që ka ndodhur në dhomën e ndenjës në Big Brother VIP Kosova, kur ishin hamencimet, do me thënë ka qenë para vitit 3 diçka e tillë, ose në ditën e 2 të vitit 3, kur ishin hamencimet se kush do t'ishte banori që mund të futeshte brenda shtëpisë së Big Brotherit në këtë pikë të lojës, Alba atëherë ka hedhur emër që mund të ishte Limi. Do me thënë tani nuk e di në qoftë se Limi ka patur një kërkesë edhe më herët, apo ndoshta ka qenë do me thënë një bisedë që Alba me Limin e ka bërë jashtë shtëpisë së Big Brotherit, që Limi do të kërkonte të futeshte aty ku ishte Alba. Se në fund të ditës nuk është Alba ajo që i shkoi Limit nga mbrapa, po është Limi ai që i shkoi Albës nga mbrapa. Këtë realitetin duhet ta pranojmë. Dhe pikërisht në këtë bisedë, Edi ishte banori që fliste më me shumë zë, duke thënë që nuk e nxora unë atë për 5 ditë, do ta nxjerr me shpulla prej këtu. Do të thënë sikur Edi kishte një lloj inati dhe një lloj mlefi që në fillim me Limin. Tani, unë jam shumë i sigurt që Limi ka parë gjithçka, ka parë komente, ka parë shkrime, ka parë video, ka parë analizë, ka parë Big Brotherin, se jo më kot Limi hyri në këtë pikë të lojës, dhe ka ngritur atë pikë pyetjen e madhe. A është momenti tani që unë t'i hakmerem Edit dhe ai me kapjen e Dolçes dëshiron që t'i dërgoj një mesazh Edit që unë ta çova ty gjë në vend, do me thënë unë e kapa femrën tënde, unë kështu e shoh dhe sot unë jam në rregull. Dhe tani Edi, që unë e kam thënë që Edi është gjithmonë shumë i sinqert, Edi është shumë i vërtet, se po të ishte Edi djallëzuar nuk do të ishte sot jashtë. Do të thënë kjo lojë e do djallëzin dhe unë jam shumë i sigurt dhe jam shumë i bindur që Edi nuk u nxor nga Big Brotheri nga ana e publikut, por u nxor nga Big Brotheri nga ana e produksionit. Sepse ndoshta e ndjeni një lloj kërcënimi. Unë mendoj që më shumë ligje kanë thyer banorë të tjerë aty se Edi, po nejse, gjithsesi s'ka rëndësi kjo. Domethënë Edi sot do të flet, do ta tregon të vërtetën, do t'ja çqerën fytyrën një herë për gjithmonë kësaj loje që po bëhet, sepse këtu po luhet edhe me publikun, dhe në fund domethënë ndoshta do të hedhën edhe ai hipotezë në qoftë se Limi e ka diçka personale me Edin këtë gjën. Por post që dëshiron domethënë t'i hakmerret Albës dhe nuk i plac fare, se nuk ka këtu dashuri mes Limit edhe Dolçes. Qa dashurie që nga kjo, kur këto të dy janë njohur që 2 ditë, do me thënë, bia hidhte hipotezë që Limi mund ta njeh Dolçen edhe nga jashtë, po kjo nuk është e vërtet, do me thënë, sepse Dolçe po ta njihte Limin nga jashtë, 2 herë një bisedë me Albën do ta kishte bërë. Unë mendoj që këtu ka 2 anë hakmarrjesh. Dolçja i hakmerret Albës duke e shikuar në sy dhe duke e puthur, dhe Limi i hakmerret Edit për atë bisedën që është bërë me Albën edhe me Edin. Ky është dishimi im në fakt, dhe jo më kot është vajza Dolçja e përzgjedhur nga ana e Limit për të qenë pjesë e kësaj situate. Do me thënë, këtu ka thik me dipresa, Dolçja përfiton nga kjo situatë dhe është në qendër të vëmendjes, do kapën primin, do jetë e komentuar, e di shumë bukur që jashtë flitet për të, ndërsa në anën tjetër, do me thënë, Limi realizon një misionin e tij dhe jam shumë i sigurt që edhe po të ishte Edi brenda, do të kishte ndodhur ky konflikti i madh, sepse gjithmonë një femër ka qenë mollë e sherrit për 2 çuna. Dua të marr mendimin tuaj.